Ka zgjatur pak dita rratia e Aldo alias Elidon Avdylaj, i shpallur në kërkim pas operacionit të SPAK më 2 tetor, ku u goditën 2 grupe kriminale në Durrës, ai Aleksander Lahos, Rumi Shijaku dhe Jastrit Avdylajt. Aldo Avdylaj akuzohet si organizator dhe bashkëdrejtues i grupit që ekzekutoi Edmir Bregun në vitin 2021 në Durrës. Ai u kap nga forcat operacionale pasi fshihej në një apartament të kopshtit zoologjik në Tiranë. Ngjarja e rëndë u zbardh pas komunikimeve në Sky ECC të grupit kriminal të Rumit të Shijakut dhe Astrit Avdylajt. Sipas SPAK, porositë si vrasjes së Bregut ishte Astrit Avdylaj në shenjë hakmarrje për tentativën për të vrarë Aldon. Si ekzekutor vepruan Alfred Doka dhe Ermir Dedja. Doka është në kërkim, ndërsa Dedja u ekzekutua me 20 maj të këtij viti në Durrës. Si ndihmës, SPAK akuzon edhe Nea Kumen, vëllai i deputetit socialist Loer Kume. Më 2 tetor, SPAK kreu një operacion që çoi në shkatrimin e këtyre grupeve kriminale në Gjirin e Lalzit, të përfshirë në vrasje dhe një tjetër simpronash përmes falsifikimit të dokumentave. Në kuadër të hetimit u sekuestruan 11 pasuri me sipërfaqe rreth 245 metër katror në zonën e Bregdetit të fshatit Shehaj, Durrës. Në pranga u vun 4 persona: Vullnet Muça, vëllai Aleksander Lahos, Enea Kume, vëllai i deputetit Loer Kume, Vlash Brahaj dhe Astrit Avdylaj alias Astrit Balliu, i cili ndodhet në burg në kuadër të operacionit të revanshi. Aldo Avdylaj del në komunikimet e Sky ECC me Rumin e Shijakut edhe për tokat në Gjirin e Lalzit.